shërbjet, nuk i ka obligime në kuptimin elektoral zonjës Osmani, së shkur herën e parë. Në anën tjetër, zonja Osmani konsideron që i ka pas obligime, sepse sot fama kur të mbyllë dyra populli e hap derën, kështu diçka në deklaratë. Ishte mesazhi i saj. Në deklaratë e tillë, me fotografinë e presidentit historik Ibrahim Rugova. Për 5 vite, zonja Osmani ka qenë një notere e zotit Kurti për ashtu 2 javë tani mujtë e fundit kur e kuptoj që nuk do të nominohet, dhe gjithçka të paktën sipas vetë fjalëve të saj, gjithçka që ka thonë që e kam bërë në koordinim me zotin Kurti, madje edhe caktimin e datës i thotë ja dhurova dhuratë Kurtit për datën kur kërkoi kundërshtim me vendimin e partive politike. 5 vjet notere Kurtit i kanë thënë gjitha partitë opozitare, teksa për LDK tash u bë e mirë zonja Osmani. Dhe duke marrë parasysh edhe deklaratat cilat i ka dhënë në po atë intervistë që ju po e përmendi, e pranon të rikthehet në shtëpinë e vjetër. Nuk e di ende dhe ku ka shku, ka avancu